Ju e la kujdes ku e fut orën më ju e da. Marron për seksi, apo ti marron për Jo, faleminderit. Këto temat me mua. Jo, faleminderit. Këto temat me mua jo. Në moment kur unë e pash ju Elën që po pastronte një pjesë të krevatit të Rogertit, një thash kujdes dorën. U hap do me thonë nga unë e gjitha kjo gjëja. Na tregoj një herë ti. Unë menu se temë për seks a e du. Ti me cilë bën seks, e përshëndesim gruan tënde që po jep informacione kaq private. Ti me cilë, me sa burra për njerë, na thuj. Ke folur për jetën, me sa burra për njerë. Na thuj, po. Ma thuaj ti, po pyes ty. Mos u përgjigj. Mbaj përgjegjësi për fjalët tua. Unë po normal me si më përgjegjësi. Unë frek me ty. A thua, e flet fjalën. Mos e pyet se te brek. Dubai ma tregon çka ka bërë. Ma tregon. Jo zgjidh. Bora pyetje pra. Po pra, po të pyes. Sa burra për jetë tash, shtet. Sa burra për njerë. E zhvillojnë jetën time seksuale. Në Dubai nuk kam qenë me qenë mua. Jetën time seksuale ma komentosh pak. Je ti dhe ajo e para, ajo e para. Në hotel ti me mua. Bravo. Shumë mirë. Kam informacione shumë bukur. Unë si jap informacione po s'u përgjigje ti. Unë me pyetje. Unë di shumë gjana për Selin, po janë gjana që nuk i flas don kamer, gjash me thjesht. E di se kush e ka fut Selin këtu. E di se çalloj parti Selin Kalviz sa nei sa pe. Kujdes mos mi afro sa. Mos mi afro. Ti surat të çik. Do mbaj përgjegjësi. Mos mi afro sa. Mos mi afro sa. Unë njihem për një diçka që po më sulmove, do të sulmoj 2 fish. Dhe më përmeni grun, po ty i thash, me sa burra i thash mund të kesh bërë seks njëkohësisht. Kush drejqin e ti që zgjen në një televizion që ndjekin pafund shqiptar, ti edhësh akuzat të tillë lloji për emrin tim dhe për fytyrën time. Po ama, dhe ta dëgjosh Rogertin dhe Trishulit, kjo është e papranueshme në mënyrë absolute. Sa herë përmenin familjen Muselin, dohet degeneroj, dohet mës fare. Më njeh shumë mirë. Tani tregoj shqiptarëve, shqiptarët e din. Fytyra jote do të shjerë këtu brenda. Për sa kohë ti më akuzon mua këtu brenda, do bash përgjegjësi për çdo gjë. Kur i thua dikujt unë të njoh shumë mirë, edhe më pas hedh akuza dhe konstatime të këtij lloji, se ajo nuk ishte pyetje a ke shkuar ti ndonjëherë me shumë meshkuj. Ajo ishte fakt, me sa meshkuj ke shkuar ti për një herë. Vazhdo të tregoj me sa burra kam shkuar një herë. Më the unë të njoh shumë mirë nga jashtë dhe po të pyes me sa burra të shkon për një herë. Mos më shtyr. Po ti o do japësh përgjigje. Ti vllai dashur, kështu siç e ke shtruar pyetje, për mua nuk bën. Duke ditur që si e kalojnë ai. Nuk e përshpjeguar harroje. Të njoh shumë mirë. Provokator i bën pyetjet me një qëllim caktuar dhe dije ai se çmerr bek nga kjo gjëja. I ban ai përgjegjësi. Kjo është fyrje edhe ndaj gazetarëve, se asnjë gazetar nuk bën kësi pyetje. Do 3 pyetja, të pëlqen seksi. Me sa meshkuj ke shkuar për një herë dhe çfarë ke bërë ti kur ke qenë në Dubai? Jo më Roger, se ne s'kemi lindje. Do të bën fet. Ti në këtë shtëpi nuk gjen qetësi. S'ke më shku banjo. Do shku banjo. S'ke për shku banjo. Ja do shku banjo. Ke për shku banjo. Një person që ka trom edhe preket nga fjalët e mia, nuk ka pse më pa mua banjo tu ba çiçin. Pra që sa ato dërme më përdor familjen mu, e përdor edhe unë atyne. Duke që lloj dërdimeni janë që i degradume që kur si flet vllai vet me gojë. Duke normal, pa fiktime me mos të vendotere. Se motrës tane. Me sa mesh ku ke bërë sek njëkohësisht motrës tane. Çfarë bëj ti ta bësh? Ha bëj pra, ha. Çfarë? Po ja pra ta bëj. Ti apo mu? Që me familje. Tyra jote do të bësh provokimor. Vajte po tregoj gangster. Ja pra. Vajte tregoj sa gangster. As botë tjetër, nuk do të ndati. Edhe nëse do të kishim pyet motrën time atje jashtë, do tregonte edukatën e vet familjare dhe jam i sigurt unë jam krenar për përgjigjen që do kishte dhënë. Edhe Turk TV të gjitha atyre që ishin prezent aty dhe bën sikur nuk e dëgjon.